Çfarë është kjo nisma kafe me Galdinin? Është një nisëm shumë e thjeshtë sepse pa pushim unë flas dhe ripërsëris këtë dinamikën e vrerit në rrjetet sociale dhe bëhet çdo ditë me pa kuptim që unë të përsëris dhe ripërsëris sqarime të cilat ata që nuk duan t'i kuptojnë nuk kanë për t'i kuptuar kurrë. E provoj të shkruaj gjatë, më thonë na lodhe, duke shkruar gjatë dhe nuk të lexojmë dot. E provoj të shkruaj shkurt dhe më thonë nuk e morëm vesh çfarë deshe me thënë. E provoj të flas gjatë, më thonë kush ka nge me dëgju. E provoj të flas shkurt, më thonë nuk e kuptuam. E provoj të flas troç, qartë, drejt për drejt, më thonë nuk e morëm vesh ku doje me dalë dhe kush je ti dhe çfarë je ti. E provoj të flas me sarkazëm, me ironi, pa duke bërë pak humor, prap më thonë, po kush ta kupton sarkazmën, kush ka nge të merret me sarkazmën tënde. Prandaj, le të bijem dakord për diçka. Ju lutem, unë nuk po kërkoj as audiencë, as ndjekshmëri, as pëlqyeshmëri, as algoritëm. Nuk po kërkoj asnjë nga këto. Ju lutem, mos më dëgjoni nëse nuk jeni dakord me fjalët e mia. Mos më ndiqni nëse nuk jeni dakord me fytyrën time, apo me fjalët e mia, apo me çfarë unë bëj, apo me çfarë unë them. Ju lutem, të gjithë ju që e keni të vështirë, problematike, të papranueshme, që të pëlqeni apo vlerësoni këto që unë them dhe këto që unë bëj, ju lutem mos më ndiqni, ju lutem. E drejta për me votu garantohet nga kushtetuta në moshën 18 vjeç. Por kjo nuk do të thotë që e drejta kushtetuese për me votu të jep përveç se të drejtën për me mendu dhe vendos politikisht, edhe të drejtën për me kuptu. E drejta për me votu të garantohet nga kushtetuta. E drejta për me kuptu të garantohet nga Zoti. Ma bëni halal, por unë kam dëshirë të flas me ata që kanë të drejtën për me kuptu si bekim, hir dhe dhurat nga Zoti. Ma bëni halal. Dua të mbetem pakic mundësisht i vetmuar. Mos më keq kuptoni, nuk kam absolutisht asnjë gjë me të drejtat tuaja politike, por duke qenë se unë nuk jam politikan, nuk kërkoj vota, nuk konkuroj për vota dhe nuk kam ndërmend të kërkoj vota dhe të konkuroj për vota, dua të flas për mënyrën se si e kuptoj unë atë që ndodh në vendin tim, qoftë edhe politikisht, me ata të cilët kanë të drejtën kushtetuese për me votu, por edhe të drejtën e Zotit për me kuptu. Ata që kanë vetëm të drejtën kushtetuese për me votu, jeni të lirë ta ushtroni si të doni, ku të doni, aty ku besoni dhe aty ku ju rre zemra dhe aty ku ja thot mendja juaj. Jeni të lirë, ju respektoj dhe Zoti ju bekoft. Unë këtu dua dhe ftoj dhe thras ata që kanë të drejtën e Zotit për me kuptu. Ju lutem me shpirt. Tani, me ju që doni të kuptoni, me ju që doni të kuptoni, me ju që keni të drejtën e Zotit për me kuptu. Unë kam publikuar numrin tim personal 068 40 60 131 sepse dua të investoj të gjithë kohën time. Dua të përkushtohem ndaj çdo njërit prej jush që don me mjoft mua. Është një luftë e madhe në këtë vendin ton
sepse çdo njeri mbulohet nga balta, nga llumi, nga shpifjet, nga industria e vrerit, dhe ne kemi të vështirë ta besojmë dhe mirëbesojmë dhe njohim qartë dhe ashtu si jemi njëri tjetrin. Ndaj Nisma Kafe me Galdinin synon jo t'jetë informative pyetje përgjigje, por t'jetë shtërruese. Nëse doni të më njihni, jo nga fjalët e partive, jo nga mlefi i rrjeteve sociale, jo nga milicit virtuale të vrerit apo nga milicit militanteske të vrerit. Ju lutem, më telefononi dhe pim kafe dhe nuk kam absolutisht asnjë ngurim t'ju them se çdo njeriu që don me mjoft se kush jam dhe çfarë besoj dhe çfarë bëj dhe çfarë synoj dhe cili është vizioni im dhe cili është objektivi dhe qëllimi im, nuk kam fare asnjë lloj problemi t'ju dedikoj aq orë sa t'jetë e nevojshme. Jam i gatshëm të humbas dhe të dedikoj dhe të përkushtoj orë të tëra për një njeri që don me mjoft, se sa të shpenzoj pafund energji për me shpjegu gjërat cilat ata që s'dun me i kuptu nuk kanë për t'i kuptuar, edhe sikur unë t'i bëj të thjeshta si akullore. Faleminderit. Kush don me mjoft, Nisma Kafe me Galdinin. Më telefononi personalisht dhe në qoftë se keni pyetje, pikpyetje, keni dëgjuar akuza, balt, shpifje, fjalë për Arjan Galdinin, keni dëgjuar opinione, mendime dhe keni drithije të mëdha për Arjan Galdinin, bjerini më numrit dhe shihemi sy për sy dhe flasim. As paragjykoj askënd për çfarë mendoni, por ju them mos më paragjykoni, më njihni. 068 40 60 131 është numri im. Ju ftoj në Kafe me Galdinin. Nisma Kafe me Galdinin është që ju të më njihni personalisht, ju që doni të më njihni. Pra, askush nuk është detyruar, se e di që do fillojnë ata, e pse u dashka me të njoft ty, e pse nuk është ftesë për ata që s'duan me mjoft. Është ftesë për ata që mund të kenë dëshirë. Është ftesë për ata që edhe mund të kenë në një mendim në kokën e tyre se duan me ditë, ore kush është ky dhe çfarë është ky Arjan Galdini. 068 40 60 131 është numri im. Nisma Kafe me Galdinin është për çdo qytetar shqiptar që don me mjoft personalisht. Faleminderit dhe Zoti ju bekoft të gjithëve.